Çfarë do të bënit ju nëse do të kishit lënë gjithçka pas? Punën, komoditetin, vitet e mira të rinisë, dhe do të kishit ardhur me zemër të hapur për t'u martuar, vetëm për të zbuluar se personi që deshit kishte një të kaluar që nuk e kishit imagjinuar kurrë? Shkruanin në komente, do ta falnit apo do të largohejtit? Sepse kjo histori do t'ju bëjt mendoheni dy herë. Arjan Krashniqi ishte një nga ata njerëz që nuk e tregojnë lehtë zemrën e tyre. Kishte një heshtje të qetë rreth tij, lloji i heshtjes që nuk vjen nga mungesa e fjalëve, por nga shumësia e mendimeve që i rrokullisin brenda dhe nuk gjejnë dot rrugë dalse. Ishte rritur në një familje ku burrat nuk qanin, nuk ankoheshin dhe nuk tregonin ndjenjat e tyre me lehtësi, dhe kjo gjë ishte gdhendur thellë tek ai, si një mjet i vjetër druri, i dukshëm në sipërfaqe, por i qëndrueshëm deri në palc. Kishte ikur nga Kosova që kur ishte 22 vjeç. Nëna e tij e kishte parë duke u nisur me një çantë të madhe dhe sytë gjysmë të mbyllur nga lodhja dhe shpresa e përzier. I kishte thënë: "Kujdesu bir." Ai i kishte thënë: "Do të kthehem nën." Dhe kjo premtim e vogël kishte mbetur si një gur i ngulitur në mes të zemrës së tij gjatë gjithë atyre viteve larg. Gjermania nuk i kishte dhuruar gjërat me dorë të hapur. Kishte punuar nëpër fabrika, kishte mbartur pesha, kishte qëndruar me orë të tëra në këmbë në ndrita fluoreshente që hanin shëndetin dhe kohën. Kishte jetuar me djemë të tjerë shqiptar në qytete të ftohta gjermane, ku ngrohja e shtëpisë nuk mjaftonte kurrë të kompensonte ftohtësinë e jashtme të jetuarit larg gjithçkaje që njihte. Por kishte duruar, kishte kursyer, kishte ndërtuar me durim dhe me sakrifica, një jetë të vogël por të qëndrueshme. Me kalimin e viteve, kishte gjetur punë më të mirë. Teknik mekanik në një kompani gjermane të vogël, por të respektuar. Shefi i tij, Herr Brenner, ishte një njeri i rrept por i drejtë dhe kishte filluar ta vlerësonte Arjanin për saktësinë dhe ndershmërinë e tij. Pagën e kishte rritur 2 herë brenda 3 viteve. Arjani kishte marrë dhomën e vet me qira, pastaj apartamentin e vogël. Kishte filluar të kursej euro pas euroje, me llogarinë e tij bankare si një dëshmi e gjallë se sakrificat kishin kuptim. Por parat nuk e mbushnin gjithçka. Kishte net kur shtrihej në krevatin e tij të ftoktë e pastër dhe ndihej si një njeri që ka ndërtuar shtëpinë, por nuk ka dot kush të banojë brenda saj. Shoqëria e djemve të tjerë emigrant nuk mjaftonte. Telefonatat me nënën, çdo të diel mëngjes pa gabim, e mbushnin me mall dhe jo me prehi. Ata vitet e rinis kalonin si ujë në përgishta dhe ai i shihte duke u larguar pa mundur t'i ndalë. Pastaj, një herë, nëna ja kishte përmendur Valbonën. Nuk kishte qenë ndonjë prezantim formal, kishte qenë diçka e thënë në kalim, aty mes bisedës për motrat dhe për ngjyrosjen e dhomës re. Nëna kishte thënë: "Di një farvajze bir, e familjes Berishaj, e mirë, punëtore, jo e thjesht fare." Arjani kishte qeshur dhe kishte ndërruar temën, por fjala kishte mbetur. Javë të tëra më vonë, kur nëna ja kishte rikujtuar, ai kishte thënë: "Trego me pak." Dhe nëna i kishte treguar. Vajzë nga fshati i vogël, 40 kilometra nga Prishtina, kishte ardhur me familjen e saj në qytet kur ishte adoleshente, kishte mbaruar shkollën, punonte tani si asistente administrative në një klinik private. Familja e saj, Berishajt, ishin njerëz të ndershëm dhe të respektuar, dhe jo e thjesht fare. Thjesht, por me nam të mirë. Nëna e vajzës, zonja Fatime, e njihte pak nënën e Arjanit nga kohërat kur kishin qenë fëmijë në të njëjtin lagje. Arjanit ishte thënë: "Mirë nën, le të shihet." Fjalë me të cilat nuk premtonte gjë, por nuk mbyllte as derën. Fotografinë e parë ja kishte dërguar nëna nëpërmjet telefonit. Foto familjare, ku Valbona qëndronte anash me vëllain e saj, duke buzëqeshur me një gojë gjysmë të mbyllur, sikur nuk e dinte mirë nëse duhej të buzëqeshte apo jo. Kishte diçka në atë gjysmë buzëqeshje që e kishte kapur Arjanin. Nuk ishte grua e lëmuar, e stisur, ishte njeri i vërtet, me një farë rezerve të brendshme që nuk e jepte veten menjëherë. Kishin filluar të flisnin nëpërmjet telefonit. Fillimisht rrallë dhe me fjali të shkurtra, siç ndodh kur dy njerëz nuk e njohin njëri tjetrin dhe nuk din nga ku të fillojnë. Pastaj, me kalimin e javëve, bisedet ishin bërë më të gjata. Valbona kishte zë të qetë, fjalë të zgjedhura me kujdes, humor të hollë që shfaqej herë-herë si një dritë e papritur pas rreke mërkurimi. Arjanit I kishte pëlqyer mënyra si ajo dëgjonte, sepse kur I tregonte diçka, nuk e ndjente vetëm mirësinë formale, por ndjente se ajo vërtet I jepte vëmendje. Muajt kishin kaluar.
Bisedet kishin bërë çfarë nuk kishin arritur fotot apo çdo lloj prezantimi. Kishin krijuar një intimitet të qetë, të ngadalt, si flaka e një qirie që nuk ndizet me zhurmë, por jep ngrohtësi të vërtetë. Ariani e kishte kuptuar se donte ta takonte. Jo sepse e donte, ishte tepër herët për një fjalë kaq të madhe, por sepse ndihej sikur kishte filluar të ndërtonte diçka me të dhe donte të shihte me sytë e tij nëse ajo ndërtesë ishte e vërtetë apo vetëm iluzion telefonate. Kishin vendosur. Do të vinte në Kosovë. Nëna kishte gëzuar si fëmijë kur Ariani i kishte thënë se do të vinte. Kishte dëgjuar zërin e saj duke u thyer pak, lloji i thyrjes që ndodh kur bukuria është shumë e madhe për ta mbajtur brenda, dhe kishte ndjerë diçka të ngrohtë dhe të dhimbshme njëkohësisht. Dhimbshme sepse kuptoi sa e kishte munguar, dhe ngrohtë sepse kuptoi se kishin mbetur shumë gjëra intakte mes tyre pavarësisht distancës. Aeroplanin e kishte kapur herët në mëngjes. Kur kishte dalë nga aeroporti i Prishtinës dhe kishte ndjerë ajrin e shtatorit kosovar, të ftohtë pak, me erë toke dhe bari, kishte mbajtur frymën një çast. Ishte ai lloj ajri që nuk harrohej, pavarësisht sa vite kalonin. Ishte ajri i fëmijërisë, ajri i nënës, ajri i një gjuhe që flitej pa u menduar dy herë. Babai kishte ardhur ta merrte me makinë. Baban e kishte parë të plakur, flok më të bardhë, shpina pak më e lakuar, dhe kjo pamje e kishte goditur si diçka e papritur. Edhe pse dihej, njeriu kur rritet larg, kupton vjedhurazi sa shumë ka kaluar. Shtëpia familjare e kishte mbushur me gëzim dhe me erën e gjellëve të gatshme. Nëna kishte bërë flija dhe byrek me spinaq, dhe dy motrat e Arianit, Drita dhe Zamira, ishin mbledhur me burrat e fëmijët e tyre. Ishte një darkë e plot, e zhurmshme, e ngrohtë. Ariani kishte njerë veten si njeri i kthyer, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Por pas darkës, kur zhurmat kishin pushuar dhe fëmijët e motrave ishin shtrirë të flenin, familja ishte ulur e qetë dhe nëna e kishte sjell temën me kujdes. Arian, nesër do të takohemi me familjen Berisha. E di. Jo pyetje, deklarat. Nëna kishte mënyrën e saj të bënte gjëra si fakte të kryera. Ariani kishte thënë, mirë nën, e di. Babai kishte shtuar. Njëri me nameken, se duen frikën. Fjali e shkurtër, e plot, si shumica e fjalëve të babait. Drita, motra e madhe, kishte vëzhguar Arianin me atë shikim të mprehtë që e kishte prej gjithmonë. Mor, si e ke menduar ti? Ke ardhur të martohesh apo të shikosh? Ariani kishte qeshur. Si mund të di derisa ta shikoj? Drita kishte tundur kokën. Ti kur nuk je i drejtë. E kisha me baban një lloj. Për mirë, lëre, do ta shohim. Atë natë Ariani kishte fjetur në dhomën e tij të vjetër, ndër ato gjëra misterioze të fëmijërisë, posteri i futbollit ende i ngjitur në mur, raftit me libra shkollor, dritares me perden e trash bletike. Kishte shtrirë syt në tavan dhe kishte menduar. Kur njeriu është larg, e mendon vendin e lindjes si diçka të ngrirë në kohë, por kur kthehet, kupton se gjërat kanë ndryshuar, e jo shumë, por mjaftueshëm për ta ndjerë dallimet si copa qelqi të vogla nën kamb. Mendoi Valbonën, zërin e saj, mënyrën si flisnin pas dite kur ai ishte i lodhur nga puna dhe ajo ishte e lodhur nga zyrja, dhe prap bisedat kishin dalë të gjata. Dikush tjetër do të kishte thënë se ishte dashuri. Ariani nuk e dinte ende. Dinte vetëm se donte ta shihte. Takimi me familjen Berisha kishte ndodhur të nesërmen pas dite, në shtëpinë e Berishajve, një ndërtesë tullash të re, me obor të mbyllur dhe lule të shumta pranë hyrjes. Kishin ardhur bashk familja e Arianit, nëna, babai, Drita dhe Zamira me burrat e tyre. Udhëtimet e tilla familjare kanë peshën e tyre. Njeriu nuk shkon vetëm, shkon me të gjithë historitë e familjes prapa shpinës. Familja Berisha i kishte pritur me dashamirësi. Nëna e Valbonës, zonja Fatime, ishte grua e vogël por me karakter të ndjeshëm. Fliste shumë, buzëqeshte shumë dhe organizonte gjithçka me duart e saj, duke mos u qetësuar asnjë çast. Babai i Valbonës, Nexhati, ishte njeri i heshtur, si babai i Arianit, dhe të dy pleqt ishin ulur anash njëri tjetrit dhe kishin folur pak, por me kuptim. Dhe pastaj kishte hyrë Valbona. Ariani e kishte parë duke hyrë nga dhoma e brendshme, duke mbajtur tabakun me filxhan kafeje, me sytë e ulur dhe flokët e mbledhura prapa. Ishte ndryshe nga fotoja, jo më pak e bukur, por ndryshe, me atë lloj dallimi që ka njeriu i gjallë nga fotoja e tij. Kishte lëvizje të qeta, jo të stërvituara. Linte nënën e saj të fliste dhe linte veten të qëndronte pak prapa, si dikush që nuk kërkon të jetë qendra e vëmendjes. Kur kishte hedhur syt tek Ariani,
kishte qenë vetëm një çast, sekonda që mbante frymën. Pastaj, kishte ulur sytë sërish dhe kishte vazhduar me kafen. Biseda familjare kishte rrjedhur si biseda të tilla, e ngrohtë, e dyzuar, me tema nga bujqësia te ekonomia, te fëmijët e motrave të Arianit. Por Ariani kishte vënë re diçka. Valbona fliste pak, dyqonte shumë, dhe kur fliste, fjalët e saj ishin të matura. Nuk fliste për të shfaqur veten, fliste kur kishte diçka të vërtet për të thënë. Pas kafes, sipas traditës, kishin pasur pak kohë të flisnin veçash, Ariani dhe Valbona, ndërkohë që familjet mbeteshin në dhomën tjetër, me dyert e hapura si simbol i mirëkuptimit. Kishin qënduar ulur pranë njëri tjetrit, fillimisht me fjali të shkurtra, e pastaj biseda kishte rrjedhur natyrshëm, si me telefon, por me atë shtesë të pranisë fizike, të shikuarit në sy, të ndjerit si frymon tjetri. Valbona kishte buzëqeshur kur Ariani i kishte treguar historinë e parë ditës kur kishte mbërritur në Gjermani dhe nuk kishte mundur të hapte derën e apartamentit të qeras sepse Chelsin ja kishin dhënë me manuale gjermane. Buzëqeshja e saj ishte e plot herë të parë, jo gjysmë buzëqeshja e fotografisë. Ariani kishte menduar, po, kjo është e vërtet. Ditët që pasuan kishin diçka të veçantë. Ariani kishte mbetur në Kosovë edhe 2 javë të tjera, live llogaritur me kujdes muaj para se të vinte, dhe çdo ditë kishte sjell diçka të re. Takime të tjera me familjen Berisha, shëtitje në qytet me Valbonën dhe motrën e saj si shoqëruese, darka familjare të zhurmshme ku fëmijët e motrave të Arianit e kishin adoptuar menjëherë Valbonën dhe i kërkonin të luante me ta. Familja e Arianit e kishte miratuar. Nëna kishte thënë, e mirë ajo vajzë birë. Jo me zë të lartë, me qetësinë e dikujt që ka vlerësuar me kujdes dhe ka arritur në konkluzion. Drita kishte thënë, ka karakter, që është më mirë se sa bukuria. Babai nuk kishte thënë gjë, por kishte tundur kokën kur Ariani e kishte pyetur mendimin, dhe tundja e kokës nga babai ishte gjithçka. Valbona dhe Ariani kishin biseduar hapur për të ardhmen. Kishin folur për çfarë do të thotë të martohesh me dikë që jeton jashtë, distanca, pritjet, kthimet. Valbona kishte thënë se nuk kishte frikë nga largësia, por kishte frikë nga pasiguria, dhe kjo ndershmëri e kishte goditur Arianin si diçka e çmuar. 2 ditë para se të kthehej në Gjermani, Ariani kishte folur me babain e Valbonës. Kishin qëndruar veças në oborin e shtëpisë, me cigare që babai Nexhati e kishte ndezur, dhe Ariani nuk e kishte refuzuar edhe pse spinte, sepse kishte moment të rëndësie. Kishte thënë, dua t'ja kërkoj Valbonën. Nexhati kishte thënë, e di, e ke fjalën tonë. Kur ishte kthyer në Gjermani, Ariani e kishte ndjerë diçka të ndryshëm brenda. Jo euforie, ai nuk ishte njeri euforie, por qetësi, lloji i qetësisë kur ke marrë një vendim të madh dhe nuk ke pendim. Kishte nisur të planifikoj. Dasmën e kishte planifikuar pas 6 muajsh, kohë mjaftueshme për organizimin pa nxitim. Kishte hapur llogarinë e kursimeve dhe kishte mjaftueshëm. Jo bollëk, por mjaftueshëm, dhe kishte menduar me krenari se 6 vite sakrifica kishin çuar diku. Kishte telefonuar Valbonën çdo ditë. Bisedat kishin marrë ngjyrë tjetër tani, jo vetëm njohje, por ndërtimi përbashkët. Fliste për apartamentin që mendonte ta merrte me qira, për kuzhinën që kishte dëshirë ta kishte të veçantë. Valbona fliste për punën e saj, për nënën e saj, për librin që po lexonte. Gjërat vogla, gjërat e vërteta. Familja e Arianit kishte filluar organizimin e angazhimit formal. Nëna kishte bërë listën e ftesave. Drita kishte marrë përsipër cateringun. Zamira kishte folur me floristin. Makina e dasmës ishte gjetur. Gjithçka lëvizte si ore sakt, dhe Ariani, nga larg, e ndiqte me telefon dhe ndjente diçka që i ngjante lumturisë. Por ka momente kur jeta vendos të ndryshojë drejtim pa të paralajmëruar. Jo me zhurmë, jo me shenjë, me diçka shumë të vogël, shumë të qetë. Një fjalë e thënë nga personi i gabuar në momentin e gabuar. Kishte qenë Drita ajo që e kishte telefonuar atë mbrëmje, jo me zërin e zakonshëm të bisedës, me zërin ndryshe, pak të shtrënguar, që Ariani e dinte se parashikonte diçka jo të mirë. Motra kishte thënë, Arian, duhet të të tregoj diçka. Jo sepse dua të bëj dëm, por sepse je vlla im dhe e kam detyrë. Ariani kishte ulur televizorin dhe ishte ndenjur drejt. Çfarë ka? Drita kishte bërë pauzë. Ajo pauzë gjatë që të lë kohë të përgatitesh, por nuk të përgatit vërtet.
Ka dalë diçka për Valbonën, nga njerëzit, nga fjala e lagjes, se ajo ka pasur dikë para teje. Jo çdo gjë, por thot njerëzia se ai djalë e ka shfrytzuar dhe pastaj e ka lënë. Nuk di sa është e vërtet, por mendova se duhet ta dije. Ariani nuk kishte folur menjëherë. Kishte mbajtur telefonin me dorë ndërkohë që ndjente si diçka ndihej si e ngrirë brenda. Jo zemra, por mendja, si kompjuteri kur ngrin. Kishte thënë: "Nga kush ke dëgjuar këtë?" Drita. Nga Zanën, fqinja jon, e cila e ka kushërirën e saj shok me dikë nga lagja e Berishajve. Nuk di detaje, vetëm aq. Kishte ndërprer telefonin. Kishte qëndruar ulur në karriget gjatë, me dritën e dhomës sipërti dhe heshtjen e apartamentit rreth tij. Pastaj kishte shkuar te dritarja dhe kishte parë jashtë, rrugën gjermane me dritat e saj të njësuara, makinat e parkuara, kalimtarët e pakët. Kishte menduar: ndoshta nuk është e vërtet. Njerëzit flasin, lagja flet. Mund t'jetë thashetheme, mund t'jetë keqkuptim, mund t'jetë zili e dikujt. Gra dhe burra që nuk kanë punë tjetër. Por pastaj mendja kishte shkuar, si gjithmonë bën mendja kur don të dëmtoj, te ajo mbrëmje kur kishte folur me Valbonën dhe kishte pyetur, në mënyrë naive: "Ke pasur ndonjë?" Lidhje para, dhe Valbona kishte heshtur pak, dhe pastaj kishte thënë: "Nuk ka gjë të rëndësishme për treguar. Jo mohimi drejt për drejt, jo po." Ajo pauze vogël kishte mbetur diku pa u procesuar, dhe tani, pa pritur, kishte dalë. Natën nuk kishte fjetur. Kishte shtrirë e kthyer e rrotulluar, me mendjen si mal i rënd sipërti. Kishte pyetur veten herë sërish, çfarë nënkuptonte kjo? Edhe nëse ishte e vërtet, se kishte dashuruar dikë dhe ai e kishte lënë, a ishte kjo diçka që duhej ta ndryshonte gjithçka? A nuk kishin të drejtë njerëzit ta kishin jetën e tyre para se të takoheshin? Por pastaj kishte ardhur tjetra, fjala shfrytzuar. Ky fjalë ishte ndryshe. Nuk ishte thjesht një lidhje më parshme. Shfrytëzuar tregonte diçka tjetër, intimitet, besimi dhënë dhe i thyer, vuajtje. Dhe pastaj kishte menduar: pse nuk ma ka thënë? Pse kishte heshtur kur e kishte pyetur? Familja e saj a e dinte? Familja e tij a do ta zbulonte? Kishin ardhur pyetjet si val, njëra pas tjetrës, pa lënë hapësirë frymëmarrjeje. Kishte ngritur në mëngjes me sy të rënduar dhe kishte bërë kafe. Kishte qëndruar te tavolina e vogël e kuzhinës dhe kishte parë ekranin e bllokuar të telefonit. Valbona e kishte dërguar mesazh natën vonë. Ai e kishte parë tani. "Natën e mirë, Arian." Pata hëndrën diçka të bukur dhe thash të shkruaj pasi e kujtova tënden. Emoji me buzëqeshje. Kishte shikuar atë mesazh gjatë, pastaj e kishte lënë bllokuar. Nuk e kishte thirrur atë ditë. Ishte shkuar në punë me makinerinë e trupit, dorë që mbante çelsin, këmbë që shtypte frena, sytë që vëzhgonin rrugën. Por mendja nuk kishte qenë atje. Herr Brenner e kishte vënë re. "Krasniqi, gjithçka mirë?" Ariani kishte thënë: "Po, Herr Brenner." Vetëm pak i lodhur. Shefi e kishte parë 2 sekonda dhe pastaj kishte kthyer kokën. Ai lloj njeriu që respekton privatësinë për vëren gjithçka. 2 ditë kishte kaluar pa e thirrur Valbonën. Ajo e kishte dërguar disa mesazhe, fillimisht pyetse, pastaj pak të shqetësuara. "Je mirë? Ke punë shumë? Ma trego kur ke kohë." Ariani kishte lexuar çdo mesazh dhe kishte vendosur telefonin poshtë pa i kthyer përgjigje. Ndërkohë, Drita e kishte thirrur përsëri. "I ke treguar nënës?" Ariani kishte thënë: "Jo." Drita kishte thënë: "Do t'ja thuash?" Ariani kishte thënë: "Ende nuk di." Drita kishte bërë atë që motra e madhe bën. Kishte folur sinqerisht: "Arian, unë nuk po them se ajo grua është e keqe, nuk e njoh. Por nëse ka diçka që ka fshehur, ka mundësi të fsheh edhe gjëra të tjera. Nuk po dua të vras lumturinë tënde, po dua të mos vras jetën tënde." Fjalë të rënda, jo me keqdashje, me dashuri vëllai që herë e herë ka shije të hidhur. Ariani e kishte ndjerë si fjalët e motrës goditeshin mbi të si guralec. Jo dhimbje e madhe, por akumulim, si shiu i imët që nuk të lagi me njëherë, por pas gjysmë ore e gjen të njomur deri në lëkurë. Kishte thirrur djalin e tij, shok të fëmijërisë, Grantin, i cili kishte mbetur në Kosovë dhe kishte bërë familje. Granti ishte njeri i tokës, i mençur me logjikën e jetës së përditshme. Kishte i treguar gjithçka. Granti kishte dëgjuar pa ndërhyrë. Pastaj kishte thënë: "Ta pyes diçka. Nëse kjo gjë nuk ekzistonte, nëse nuk do ta dije kurrë, a do të ishe i lumtur me të?" Ariani kishte thënë: "Po." Granti: "Dhe tani, pasi e di, çfarë ka ndryshuar konkretisht me të? Jo me njerëzin, jo me lagjen,
me atë, me Valbonën. Ariani nuk ishte pasur përgjigjet menjëhershme. Granti kishte vazhduar. Arian, çdo njeri ka histori, edhe ti ke. Pyetja është nëse ajo histori e mëparshme e dëmton atë që do të ndërtoni bashk, apo jo. Dhe këtë mund ta dish vetëm nëse i flet. Ishte e thjeshtë dhe e vështirë njëkohësisht, siç janë zakonisht të vërtetat. Kishte kaluar javë plot kur Ariani kishte thirrur Valbonën. Ajo kishte marrë menjëherë, sikur kishte pritur. Kishte qenë e qetë, jo akuzuese. Arian, kam qenë e shqetësuar. Je mirë? Ai kishte thënë. Jam mirë, por dua të pyes diçka. Drejt për drejt. Kishte ndjerë si frymarrja e saj kishte ndryshuar pak. Pak më e thellë, pak më e ngadalt, si dikush që përgatitet. Kishte thënë, kam dëgjuar diçka nga njerëzit, se ke pasur dikë para meje dhe ai të ka shfrytzuar. Dua ta dëgjoj nga ti. Heshtja, e gjatë, shumë e gjatë. Pastaj Valbona kishte folur me zë shumë të qetë, jo të friksuar, jo mbrojtës, por shumë të qetë, si dikush që ka vendosur të flasë vërtetën dhe të vdes me të vërtetën në gojë. Po Arian, është e vërtet, ka pasur dikë. Nuk të kam treguar sepse kishte dhimbje që nuk dija si ta shpjegoja dhe sepse kisha frikë se si do ta merrje. Por po, ka qenë. Ariani kishte mbajtur frymën. Tregom. Valbona kishte folur me fjalë të ngadalta, të matura, si dikush që hap kutinë e vjetër me kujdes se mos thyen gjërat brenda. Kishte qenë disa vite para se ta takonte Arianin. Kishte qenë e re dhe punonte sapo kishte mbaruar shkollën. Kishte njohur një djalë, Kelmend quhej, përmes punës, një klient i rastit të klinikës ku punonte. Kishte qenë i pjekur, i qetë, i sigurt në veten e tij. E kishte fituar besimin e saj ngadalë, me kujdes, me fjali të bukura dhe me vëmendje. Valbona kishte besuar se kishte gjetur diçka të vërtetë. Lidhja kishte zgjatur pothuajse 2 vite. Kishin planifikuar së bashku, flisnin për të ardhmen, për familjen, për vendbanim. Valbona kishte investuar jo vetëm ndjenja, por edhe besim. Kishte treguar familjes së saj, kishte filluar ta kishte si pjesë të jetës. Pastaj kishin filluar shenjat e vërteta. Kelmendi kishte filluar të kërkoj para, herë me arsye të vogla, herë me arsye të mëdha. Valbona kishte dhënë, sepse kishte besuar. Kishte fshehur nga nëna e saj sa herë dhënte, sepse nëna e kishte paralajmëruar herët se ai djalë kishte diçka jo të drejtë. Por Valbona kishte menduar se nëna nuk e kuptonte. Ndërkohë, Kelmendi kishte pasur grua tjetër. Ishte zbuluar kjo gjë kur grua e tij kishte ardhur direkt tek Valbona dhe ja kishte treguar gjithçka. Kishte pasur edhe bebe me gruan tjetër. Valbona kishte qenë e dyta, jo lidhja, por krahina e fshehtë, e shfrytzuar emocionalisht dhe financiarisht. Kelmendi kishte ikur pa u shfaqur kurrë, pas sqarim, pa falje. Kishte bllokuar numrin e saj dhe kishte zhdukur si hiçqë. Valbona kishte mbetur e shkatruar. Kishte kaluar muaj pa mundur të ngrihet drejt. Kishte ndjerë turp dhe turpin dhe humbjen njëkohësisht. Turp se nuk e kishte parë, humbje se kishte dhënë aq shumë dhe dhimbje se kishte dashuruar me të vërtetë dhe dashuria e saj kishte qenë e vërtetë, edhe nëse e tia nuk kishte qenë. Kishte kaluar kohë, kishte mbyllur veten, kishte punuar, kishte mbajtur familjen e saj larg kësaj historie, kishte ndërtuar mure të brendshme. Kishte vendosur të mos fliste kurrë për këtë. Jo sepse kishte faj, por sepse dhimbja ishte aq e thellë sa nuk donte t'ja rikujtonte askujt, dhe veçanërisht nuk donte ta mbarte si barr në fillim të një gjëje të re. Kur kishte takuar Arianin, kur kishin filluar të flisnin, kishte ndjerë diçka ndryshe, jo shpejtësinë e parë, por diçka të qëndrueshme, si tokë fort nën këmbë. Por kishin ardhur edhe frika. Si ti tregonte? Kur? Si ta bënte pa e friksuar, pa e humbur? Kishte vendosur të heshte, me idenë se do t'i tregonte me kohë, kur të ndihej e sigurt, por koha kishte kaluar dhe hapësira e heshtjes kishte rritur murin, dhe tani muri e kishte rrethuar dhe nuk dinte si ta thyente. Kur Ariani e kishte pyetur, ai mesazh direkt e i qartë, kishte ditur se ora kishte ardhur dhe kishte folur. Kishte mbaruar tregimin me zë të lodhur, jo të qajtur, por të lodhur si dikush që ka mbajtur ngarkesë të rëndë gjatë rrugës dhe sapo e ka lënë poshtë. Kishte shtuar. Nuk të kërkoj falje për të kaluarën time, Arian. Kërkoj falje vetëm që nuk të kam treguar më herët. Kjo ishte gabimi im. Ariani kishte ndruar telefonin nga njëra vesh në tjetrën. Kishte qëndruar ulur në errësirën e dhomës. Kishte rënë nata pa e vënë re. Zëri i Valbonës mbetej si jehon, i qetë, i rënd, i vërtet. Kishte thënë: "Të dëgjoj, Valbon, e kuptoj. Do të flas sërish me ty."
kishte mbyllur telefonin dhe kishte qëndruar i palëvizshëm. Brenda i tij kishte dy zëra. Njëri thoshte: "Çfarë ke dëgjuar tani nuk ndryshon kush është ajo sot. Ajo ka vuajtur, ka mbijetuar dhe ka ardhur me zemër të hapur." Valbona kishte mbetur e shkatruar. Kishte kaluar muaj pa mundur të ngrihet drejt. Kishte ndier turp që kishte besuar, turp që kishte dhënë aq shumë nga vetja, turp që nëna e kishte paralajmëruar dhe ajo nuk e kishte dëgjuar. Turpi ishte gjëja më e rëndë, jo dhimbja e humbjes, por ndjesia se kishte qenë budallaqe, se ishte mashtruar, se njerëzit rreth saj ndoshta e dinin dhe flisnin. Kishte punuar me veten gjatë, kishte kaluar nëpër atë procesim të vështirë të plagës, fillimisht mohimi, pastaj zemërimi, pastaj trishtimi, dhe shumë ngadalë, me muaj, diçka si pranimi. Jo falja e kelmendit, atë kurrë nuk e kishte falur dhe as nuk kishte dashur, por pranimin e faktit se ajo kishte qenë viktime dikujt të keq, jo budallaqe për të dashuruarit. Kishte mbyllur atë kapitull dhe kishte vendosur të mos flas kurrë për të, jo sepse kishte turp, por sepse e kishte konsideruar si gjë të vdekur, diçka që nuk ja vlente ta ngjallte. Kishte menduar: nëse do të takohem me njëri të vërtet, pastaj do të shoh. Por her pas here kishte pasur frikë se askush nuk do ta donte pasi ta dinte. Kur e kishte pyetur Ariani hera me parë, ke pasur ndonjë lidhje para, kishte heshtur sepse nuk kishte ditur si ta shpjegonte pa e humbur atë. Kishte zgjedhur heshtjen e gabuar dhe tani e dinte se heshtja kishte qenë gabimi më i madh. Kishte mbyllur tregimin dhe pastaj kishte thënë me zë shumë të qetë: nëse doni nisësh nga e para pa mua, e kuptoj. Nuk kam pretendim, por doje ta dije të vërtetën dhe ta ke. Ariani kishte mbajtur telefonin gjatë pas thirrjes. Kishte qëndruar ulur në karrige duke parë askund, me mendjen si det i trazuar pas stuhis. Jo stuhia vet, por ato valë të mbetura pas që janë të paparashikueshme dhe ndonjëherë më të rrezikshme se stuhia. Kishte ndjer shumë gjëra njëkohësisht, dhe kjo është gjëja që e bën situata të tilla kaq të vështira, sepse njeriu don të ketë një ndjenjë të vetme, të pastër, të drejtë që tregon rrugën. Por kur ka shumë ndjenja njëkohësisht, nuk ka rrugë të pastër. Kishte ndier dhimbje, jo xhelozi e thjesht, por diçka më e ndërlikuar. Dhimbja e të menduarit se ajo grua kishte jetuar diçka kaq të rëndë pa e treguar. Dhimbja e të kuptuarit se kjo gjë kishte ekzistuar dhe ai nuk e kishte ditur. Kishte ndier edhe diçka si dëmshuri, sepse Valbona, duke treguar, kishte treguar kur ajo. Kishte treguar diçka të fshehur dhe me dhimbje, me zërin e qetë të dikujt që ka vendosur të jeti sinqert pavarësisht pasojave. Por mbi të gjitha, kishte ndier konfuzion, dhe konfuzioni, kur njeriu nuk di si t'i japi formë, bëhet ankth. Kishte thirrur Grantin sërish atë natë. Granti kishte dëgjuar gjithçka dhe kishte thënë: "Arian, të pyes sërish të njëjtën gjë. A ka ndryshuar ajo me ty? Jo historia e saj e vjetër, ajo vet." Ariani kishte thënë: "Jo. Ajo është një lloj, ndoshta edhe më e vërtet tani." Granti kishte thënë: "Atëherë çfarë po pret?" Por kishte diçka tjetër. Ishte familja. Nëna e kishte thirrur 2 ditë pas asaj bisede me Valbonën. Thirrje e zakonshme e të dielës, por këtë herë, pasi kishin folur pak, nëna kishte thënë: "Gjithçka mirë me Valbonën? Pse e pyes kështu?" "E di birë, sepse drita me ka treguar se ti ke dëgjuar diçka." Ariani kishte mbyllur syt. Natyrisht, drita e kishte treguar nënës. Familja kishte rrjet komunikimi shumë të fortë dhe shumë të shpejtë. Sekrete nuk mbeteshin sekrete gjatë. Kishte thënë: "Nën, jam duke e menduar." Nëna kishte folur ngadalë, me kujdes: "Arian, unë nuk dua të them si të veprosh. Je burr, ke mend, por dëgjo nënën tënde pak. Fjala e njerëzve nuk të ushqen dhe nuk të vesh, por fjala e njerëzve mund të rrënojë shtëpinë. Nëse kjo gjë del jashtë, nëse njerëzit flasin, si do të rrojmë ne, si do të rrojë ajo vajzë, si do të rrojë martesa? Mendoje." Nuk ishte gjykimi Valbonës, ishte frika e nënës, frika e lagjes, e gjuhës, e asaj trysnie kolektive që bën komunitetin shqiptar të jetë njëkohësisht mbështetës dhe i pamëshirshëm. Babai nuk ishte folur drejt për drejt, por kishte dërguar mesazh nëpërmjet nënës. Babai thot bëj siç të thot zemra, por shiko edhe me kokë. Drita kishte thirrur 1 ditë pas nënës: "Arian, unë nuk jam kundër asaj vajze, por duhet të mendosh edhe familjen. Nëse martohesh dhe pastaj del kjo gjë, çfarë bëhet? I gjithë fshati do të flas, nënat e fëmijëve të mi do të dëgjojnë. Nuk është vetëm jeta jote, është edhe jona." Kishte qenë fjalia ajo, është edhe jona, që e kishte goditur ndryshe. Jo me zemërim, por me lodhje. Ndjesia se vendimi i tij nuk ishte i tij vetëm,
se familja kishte interes, se lagja kishte interes, se gjithçka dhe gjithkush kishin mendim dhe ai mendim duhej mbajtur parasysh. Kjo gjë kishte shtuar peshën. Kishte kaluar duke u munduar. Punën e bënte me trup ndërsa mendja punonte në llogaritë veta. Kishte orë kur ndije i qartë, po, dashuria është më e madhe, e kaluara është e kaluara, Valbona ka qenë viktim, jo fajtor. Dhe kishte orë kur kthehej era dhe gjithçka bëhej errët. Ato orë të errta ishin gjëja më e vështirë, sepse mendja, kur fillon të dyshoj, nuk ndalon. I bën pyetje veten. Nëse ka fshehur këtë, çfarë tjetër mund të ketë fshehur? Nëse ka qenë me dikë tjetër kaq kohë, çfarë nën kupton kjo? Dhe pastaj vinin pyetjet akoma më të errta. Ato Pyetje që njeriu i turpërohet i mendoj, por nuk mund t'i ndal. Pyetjet për intimitetin, për të kaluarën fizike, për gjëra që shoqëria tradicionale i bën arsye gjykimi. Kishte luftuar me ato mendime, kishte ndier turp për to, sepse kuptonte se ishin të padrejta, se Valbona kishte qenë viktim, se nuk kishte arsye morale ta gjykonte, por edhe turpi nuk i ndalte. Kishte pasur edhe frika se çfarë do të thotë nëse ndodh, nëse martohej dhe pastaj dilte kjo gjë nga burim tjetër, nga goja e dikujt që e dinte dhe vendoste ta tregonte. Shoqëria e vogël, lagjësia, thashethemja, ishin realitete, jo trillim. Kishte parë me sytë e tij çfarë i bëi familjes kur diçka e tillë dilte jashtë. Dhe kishte një frikë akoma më personale. Frika se nëse vendoste të martohej dhe gjërat shkojnë keq, do të kishte vendosur keq. Dhe nëse vendoste të largohej dhe pastaj pendohej, do të kishte gabuar ndryshe. Rruga e drejtë nuk kishte tabel. Ishte e enjte kur Ariani kishte marrë vendimin të telefononte motrën e Valbonës, Eriolën. Nuk kishte qenë hapi planifikuar, por diçka instinktive. Kishte numrin e saj sepse kishin shkëmbyer numra gjatë vizitës, kur Eriola kishte qenë shoqëruese gjatë shëtitjeve. Eriola kishte marrë me njëherë dhe kishte qenë e habitur pak, por jo keq. Kishte thënë, Arian, si e? Çfarë ka? Ai kishte thënë, Eriol, dua të flas për diçka. Valbona ma ka treguar për të kaluarën dhe dua ta kuptoj mirë, jo si gjyq, por si njeri që dua ta njoh. Eriola kishte heshtur pak. Pastaj kishte folur sinqerisht, si motra e madhe që ka mbrojtur të voglën dhe ka parë çdo gjë. Arian, unë isha atje. Unë e kam parë Valbonën çfarë ka kaluar. Ai njeri e ka shkatëruar. Motra ime është ulur me muaj pa ngrënë siç duhet, pa fjetur siç duhet, pa dal nga dhoma. Unë e kam mbajtur dorën kur ka qarë natën. Dhe e di çfarë ka bërë pastaj? Është ngritur vetë, ka punuar, ka ndërtuar veten, ka lejuar veten të besojë sërish. Pastaj kishte shtuar, nëse je njeri i mirë, Arian, dhe unë besoj se je, mos e gjyko për atë që i ka bërë dikush tjetër. Ato fjali kishin mbetur, nuk e gjyko për atë që i ka bërë dikush tjetër. Kishte kaluar edhe 2 javë, kishte qenë periudha më e vështirë, periudha kur njeriu di çfarë duhet bëj, por nuk guxon akoma ta bëj, sepse frika e gabimit është shumë e madhe. Familja e tij kishte bërë presion, jo me zë të lartë, jo me ultimatum. Kishin bërë presion në mënyrën shqiptare, nën që thoshte mendoje mirë çdo të diel. Motra që pyeste, si e ke menduar? Babai që kishte filluar të flasë për njerëz të tjerë me vajza të tjera si rast paralel, jo direkt, por mjaftueshëm qartë. Ishte e qartë çfarë donin. Donin të zgjidhej çështja, ose po ose jo. Hezitimet e gjata i shqetësonin, sepse hezitimet sjellin thashethemja dhe vet. Nëna e kishte pyetur një herë direkt, po familja e saj, a e din? A e din nëna e saj? Ariani nuk e dinte, nuk e kishte pyetur Valbonën. Nëna kishte thënë, nëse nëna e saj nuk e di, ose nëse e di dhe e ka fshehur nga ne, kjo është problemi i vërtet, sepse ne kemi hyrë në këtë bisedë duke menduar se jemi të gjithë në të njëjtin faqe. Kjo kishte qenë pikë e rëndë. Ariani e dinte se nëna e kishte gishtin e drejtë aty, jo te Valbona si person, por te transparenca ndërmjet familjeve. Kishte thirrur Valbonën sërish, kësaj radhe me qetësi më të madhe, jo me akuza, jo me frikë, por me nevojën e vërtet për të kuptuar. Kishte thënë, Valbon, duhet të pyes diçka tjetër. Nëna jote e di? Valbona kishte heshtur çast. Pastaj kishte thënë, po, nëna e di, nga fillimi deri në fund. Ajo ishte ajo që ishte atje kur kalova atë kohë. Nëna e di gjithçka. Ariani kishte thënë, dhe nuk ka menduar ta tregoj familjes sime kur kemi filluar bisedimet? Ishte pyetja e vështirë. Valbona e kishte ndjerë. Kishte thënë, Arian,
Nëna ime ka menduar se ajo histori ishte e mbyllur dhe nuk duhet hapej. Nuk ka qenë fshehtësi me qëllim të keq, ka qenë vendim I familjes sime që ajo histori nuk e definon mua. Nëse ky ka qenë gabim, e pranojmë, por qëllimi nuk ka qenë mashtrimi. Ariani kishte menduar, a ka dallim mes fshehjes dhe mosthënjes? Kur bëhet fshehtësia mashtrim? Kishte thënë, Valbon, unë nuk po të akuzoj, por duhet ta kuptoj. Nëse do të martohemi, ky sekret do të mbetet sekret, apo do të dilte ndonjëherë? Valbona kishte thënë me ndershmëri, nuk mund ta di, njerëzit flasin, lagja flet, mund të dal, mund të mos dal, nuk e kontrolloj. Kishte qenë përgjigja më e ndershme e mundur, dhe njëkohësisht, ajo që e kishte bërë situatën akoma më komplekse. Ishte e shtunë, kur Ariani kishte vendosur të bënte diçka që nuk kishte menduar ta bënte, të udhëtonte në Kosovë pa e paralajmëruar askënd. Jo dasuri dramatike, jo gjestur filmike, ishte nevojë. Nevojë të shihte me sytë e tij, të fliste ball për ball, të ndjente ajrin e asaj situate pa filtrin e telefonit dhe distancës. Kishte marrë leje nga puna 2 ditë dhe kishte fluturuar. Kishte ardhur direkt tek shtëpia e familjes Berisha, pa u ndalur tek shtëpia e tij. Kishte telefonuar Valbonën 5 minuta para se të arrinte dhe kishte thënë vetëm, jam jashtë. Valbona kishte hapur derën me sytë e habitur. Kishte qenë pasdite. Valbona ishte veshur thjesht, flokët e lirë, pas tërvitje për para pasqyres. E vërteta, kishte thënë. Arian, si erdhe? Ai kishte thënë, doja të flisnim vetë, pa telefon. Ajo e kishte lënë të hynte. Nëna e saj kishte qenë në kuzhinë, kishte dalë, kishte parë Arianin dhe kishte kuptuar menjëherë se ishte momenti rëndësishëm. Kishte thënë, do t'ju lë pak vetëm. Kishte marrë xhaketën dhe kishte dalë nga shtëpia me naturalitet të stërviturin e dikujt që dikur nuk duhet të jetë. Ariani dhe Valbona kishin qëndruar ulur në dhomën e ndenjës, pa kafene, pa formalitete. Kishte qenë hera e parë që ishin vetëm vërtet, pa familje prapa mureve, pa telefon mes tyre. Ariani kishte filluar I drejt për drejt. Valbon, kam ardhur sepse kam 2 javë duke u munduar me mendime dhe kuptova se mendjet nuk I zgjidhin të gjitha gjërat. Disa gjëra duhen ndjerë ball për ball. Valbona kishte dëgjuar pa ndërhyrë. Kishte vazhduar. Kam dëgjuar historinë tënde, e kam dëgjuar nga ti, e kam dëgjuar nga motra jote. Dhe e kuptoj. Kuptoj çfarë të ka bërë ai njeri, dhe kuptoj pse ke heshtur. Por Valbon, kemi ndërtuar diçka të filluar mbi bazën e njëri tjetrit, dhe kur kam pyetur nëse ke pasur dikë, ti ke heshtur. Kjo heshtje më ka dëmtuar, jo sepse ke pasur dikë, por sepse nuk ke besuar se mund të kisha pranuar. Valbona kishte ngritur syt. Kishte diçka aty, diçka mes dhimbjes dhe njohjes. Kishte thënë me zë shumë të ulët. Ke të drejtë, nuk kam besuar, sepse herën e fundit që kam besuar, jam djegur, dhe kur je djegur një herë, trupi yt nuk harron, edhe kur mendja thot se situata është ndryshe. Kishte bërë pauzë dhe pastaj kishte vazhduar. Kisha frikë prej teje, Arian, jo sepse je I keq, por sepse je I rëndësishëm, dhe gjërat e rëndësishme të bëjnë frikën më të madhe. Ariani kishte ndjera të fjalisë diçka që hap kapakun. Kishin qenë fjalë kaq njerëzore, kaq të njohura, sepse edhe ai kishte ndjer frikë, edhe ai kishte mbajtur gjëra brenda për shkak se rëndësia bëhet burim frike. Kishin folur 2 orë, jo si 2 njerëz që zgjidhin problem, por si 2 njerëz që mësonin njëri tjetrin. Kishte qenë biseda e llojit që nuk planifikohet dhe nuk mund të planifikohet. Ajo lloj bisede që lind kur 2 njerëz vendosin të hedhin burojat dhe të flasin me gjuhën e vërtetë. Valbona I kishte treguar si kishin filluar gjërat me Kelmendin, jo detajet fizike, por shpirtërore. Si kishte filluar të besonte, si kishte ndjerë për herë të parë se kishte gjetur dikë që e kuptonte, si kishte ndërtuar gjithçka e planesh mbi atë besim, dhe si gjithçka kishte shembur. Kishte thënë, dija ndjesinë e shembjes, Arian, dhe dija se duhej ndërtuar sërish, por ndërtimi I dytë është gjithmonë më I ngadalt, sepse je shumë kujdesshëm ku vendos çdo gur. Ariani kishte pyetur, dhe tani, a ke besuar sërish apo ende je kujdesshme? Valbona kishte thënë, kam filluar, me ty, hap pas hapi, por historia ime me ty ka qenë ndërtimi kujdesshëm. Çdo gjë që të kam thënë, çdo bisedë, ka qenë e vërtet. Vetëm ky guri vetëm e kam mbajtur prapa, dhe kjo ka qenë gabimi imi. Ariani kishte menduar. Pastaj kishte thënë, nuk dua të martoj dikë që mban gjëra prapa nga frika. Dua të martoj dikë që beson se mund t'i tregoj edhe gjërat e vështira. Valbona kishte thënë,
Dhe unë nuk dua të martohem me dikë që do të më donte vetëm nëse historia ime ka qenë e pastër sipas standardeve të lagjes. Dua të martohem me dikë që do të më doj si jam, me gjithçka që kam kaluar. Kishte qenë sfidë ndërsjellët, dhe Ariani kishte kuptuar se ajo fjali kishte të drejtë, kishte synuar të drejtë. Ariani kishte fjetur atë natë tek familja e tij. Nëna kishte qenë e habitur kur kishte arritur vonë. Kishte thënë: "Ç'kemi bir?" Ai kishte thënë: "Kam ardhur të shoh pak." Nëna kishte bërë çaj dhe kishin qëndruar ulur në kuzhinë. Kishin folur. Ariani kishte treguar nënës gjithçka, jo vetëm historinë e Valbonës, por edhe luftën e tij të brendshme, dyshimet, frikët. Nëna kishte dëgjuar pa ndërhyrë, gjë e rrallë për të. Kur kishte mbaruar, nëna kishte thënë: "A e dua të vajzë?" Ariani kishte thënë: "Po nën, e dua." Nëna kishte qëndruar çast pa folur. Pastaj kishte thënë: "Atëherë, pyetja e vërtet nuk është historia e saj. Pyetja e vërtet është nëse ti mund ta dosh atë grua çdo ditë, edhe kur je i lodhur, edhe kur keni grindën e parë, edhe kur lagja flet gjëra. Nëse po, mos humb kohë." Kishte qenë fjalia e nënës, jo e gruas emocionale, por e gruas pragmatike që kishte jetuar dekada martese dhe e dinte se çfarë mban. Ariani kishte thënë: "Por ti vetë je shqetësuar për fjalën e njerëzve." Nëna kishte thënë: "Shqetësohem sepse jam nën, dhe nënat shqetësohen, por nëse duhet të zgjedhësh mes lumturisë sate dhe fjalës së fqinjit, zgjedh lumturinë. Fjala e fqinjit vdes, lumturia jote ose ka ose s'ka." Drita kishte qenë pjesa tjetër e ekuacionit. Ariani kishte shkuar tek shtëpia e saj të nesërmen në mëngjes, pa paralajmërim, ashtu si motra e madhe vinte herë-herë tek ai kur kishte diçka të rëndësishme. Drita kishte qenë duke bërë kafe. Kishte parë vëllain dhe kishte kuptuar me njëherë: "Arian, ke vendosur diçka." Ai kishte thënë: "Po." Ajo kishte eshtur pak. Pastaj kishte thënë: "Çfarë?" Ai kishte thënë: "Do të martohem me Valbonën." Drita kishte marrë filxhanin dhe kishte pirë kafe ngadalë. Kishte qenë ajo pauzë e saj e njohur, jo dram, por procesim. Pastaj kishte thënë: "Mirë, nëse kjo ke vendosur, unë jam me ty. Kam qenë gjithmonë me ty. E kisha frikën e imën dhe ta shpreha, por vendimi është yt, jo imi." Ariani kishte thënë: "Kisha nevojë ta dëgjoja këtë." Drita kishte thënë: "Dhe ajo vajzë, Valbona, duhet ta di se vllai im nuk e ka marrë këtë vendim lehtë, dhe se nëse do ta ndërtojnë diçka, duhet ta ndërtojnë me ndershmëri." Kishte shtuar: "Dhe nëse dikush nga lagja flet gjëra, ata do të merren me mua." Kishte qeshur paksa, ajo qeshje e fortë, e motrës që mban shpinën. Kishte shkuar tek familja Berisha atë pasdite. Kishte thirrur Valbonën: "A jeni në shtëpi?" Ajo kishte thënë: "Po." Kishte thënë: "Vi." Kur kishte arritur, kishte gjetur Valbonën dhe nënën e saj, zonjën Fatime, ulur së bashku. Nëna e Valbonës kishte ngritur kur e kishte parë Arianin. Kishte pasur diçka në sytë e saj, ndërmjet shprese dhe frike. Ariani kishte qëndruar në këmbë pak. Pastaj kishte ulur dhe kishte folur drejt për drejt me zonjën Fatime. "Zonjë Fatime, unë e di gjithçka. E di çfarë ka kaluar Valbona, dhe e kuptoj pse nuk keni menduar ta tregoni kur kemi filluar bisedimet. Keni menduar se ishte kapitulli i mbyllur. Por doja ta dinit, vendimi im nuk ka ndryshuar. Dua ta martohem vajzën tuaj, dhe dua ta bëj me syt hapur, duke ditur gjithçka." Zonja Fatime kishte vënë duart mbi fytyrë për çast. Pastaj kishte ulur dhe kishte thënë me zë të thyer: "Zoti ta shpërblej bir, ti je njeri me zemër." Kishte qenë çast i rënd, lloji i çastit që nuk harrohet. Valbona kishte qëndruar ulur pranë nënës së saj, me sytë lëndshëm dhe të qetë njëkohësisht. Kishte parë Arianin dhe kishte thënë me zë shumë të ulët: "Faleminderit." Ai kishte thënë: "Nuk ka faleminderit mes dy njerëzve që vendosin të ndërtojnë bashk. Dhe jeta nuk ka skenar me linjë të drejtë, dhe kjo histori kishte akoma kapitulle të vështira, sepse vendimi personal, sado i drejtë të jetë, nuk e shuante dot trysninë e jashtme." Kishte kaluar javë gjatë kur Ariani ishte kthyer në Gjermani. Gjithçka kishte mbetur e pezulluar. Organizimi kishte vazhduar, por me ritëm të ngadalt, sepse familja e Arianit ende po procesonte. Kishte thirrje të shpeshta nga të afërmit e tjerë, dajallar, hall, kushërinj, të cilët kishin dëgjuar diçka dhe donin të dinin. Ariani kishte mësuar të thoshte: "Po, gjithçka mirë", me qetësi dhe firmë, por çdo telefonat kishte kosto energjie.
Kishte edhe burime të tjera shqetësimi. Një kushëri i largët i kishte thënë nënës se kishte dëgjuar histori për Valbonën dhe nuk ishte mirë për familjen ta lidhte veten aty. Nëna i kishte raportuar Arianit, jo si mbështetje të kushëriut, por si informacion, dija se dyshimet rriteshin. Ariani e kishte kuptuar diçka të rëndësishme atë periudhë. Presioni shoqëror nuk vjen si grusht, vjen si ujë nga dalt. Pik pas pike, bised pas bisede, shqetësim pas shqetësimi. Njeriu shpesh rrëzohet jo nga goditja e madhe, por nga akumulimi i vogël. Kishte vendosur të mos lejonte akumulimin të fitonte. Kishte thirrur dajen e tij, Xhevatin, gurin e mençur të familjes, ai që kishte parë shumë dhe fliste pak. Daja Xhevati kishte jetuar dekada në Zvicër dhe kishte qenë ai lloj njeriu që e kupton botën jo vetëm nga brenda komunitetit, por edhe nga jashtë tij. Ariani i kishte treguar gjithçka dhe kishte pyetur: "Daja, si do të veproje ti?" Daja kishte dëgjuar gjatë. Pastaj kishte thënë: "Arian, dëgjon pak. Jam i vjetër dhe kam parë shumë martesa, të mira dhe të këqija. Dhe të them diçka me siguri absolute. Asnjë martesë e lumtur nuk ka mbetur e lumtur sepse lagja ka qenë e kënaqur, dhe asnjë martesë e keqe nuk është shpëtuar nga miratimi i komunitetit." Kishte pausuar dhe pastaj kishte vazhduar: "Gjëja e vetme që ka rëndësi është çfarë ndodh mes dy njerëzve kur drita shuhet dhe dyert mbyllen. Nëse ata dy njerëz kanë ndërtuar mbi ndershmëri dhe respekt, gjithçka tjetër zgjidhet. Nëse jo, asnjë miratim shoqëror nuk e mban." Ariani kishte ndier si fjalët e Dajës kishin bërë diçka të qartë. Kishin hequr stres pas strese të konfuzionit dhe kishin lënë bërthamën e pastër. Çfarë kishte mes tij dhe Valbonës? Kishte pasur ndershmëri, të vështirë por të vërtet. Kishte pasur kujdes, të ngadalt por të sinqert. Kishte pasur ndjenjë, jo eufori, por atë ngrohtësi e qëndrueshme që është shumë më e vlerësueshme. Kishin pasur edhe moment krize, moment që kishte testuar gjithçka. Kishte qenë kur një grua, kushëria e kushërisë, njëra nga ato figura periferike të familjes me gojë të hapur, kishte shkuar tek nëna e Arianit dhe i kishte treguar version të zmadhuar të historisë, me detaje të shpikura dhe kolorit dramatik të thashethemes. Kishte thënë se Valbona kishte jetuar me atë gjallë, se familja Berisha kishte fshehur gjithçka me qëllim, se Ariani po mashtrohej. Nëna kishte thirrur Arianin me zë të shqetësuar, jo me zërin e çdo të diele, por me zërin tjetër, ai që tregonte shqetësim të vërtet. I kishte treguar çfarë kishte dëgjuar. Ariani kishte ndier zemërim të pastër dhe të fortë, jo ndaj Valbonës, por ndaj atij mekanizmi monstruoz të thashethemes, që merr dhimbjen e dikujt dhe shndron në argëtim, që merr plagën private dhe bën show publik. Kishte thënë nënës me zë të qetë por të fortë: "Nën, ajo grua nuk di asgjë. Unë di, dhe unë kam folur me Valbonën ballë për ballë, dhe kam folur me familjen e saj. Asgjë nga ajo që tha ajo grua nuk është e vërtetë sipas asaj mënyre. Lutem mos e lejo fjalën e njerëzve që nuk kanë njohje të fakteve të na drejtoj." Nëna kishte heshtur çast. Pastaj kishte thënë: "Ke të drejtë, bir." Kishte qenë çast i vogël por i rëndësishëm, sepse kishte qenë hera e parë që Ariani kishte mbrojtur Valbonën para familjes me forcë, jo me zor, por me besim. Valbona e kishte mësuar për atë incident pak ditë më vonë, jo nga Ariani, por nga motra e saj, e cila e kishte dëgjuar nëpërmjet rrjetit të vet të informacionit. Kishte thirrur Arianin me zë të shqetësuar: "Arian, mora vesh, të vjen keq?" Ai kishte thënë: Jo fare. Njerëzit flasin, ne vazhdojmë." Valbona kishte qëndruar çast. Pastaj kishte thënë: "Arian, dua të pyes diçka. A ke pasur ndonjëherë qoftë edhe një sekond pendim që ke ardhur që je mërzitur me këtë gjë?" Kishte qenë pyetja e vërtetë, ajo pyetje që njerëzit e fshin sepse kanë frikë nga përgjigja. Ariani kishte thënë pa hezitim: "Po, kam pasur. Kam pasur natë kur jam pyetur veten nëse do të ishte më lehtë ta kisha shmangur të gjithë këtë. Por pastaj mendoj, çfarë do të kisha shmangur? Ty." Dhe kur i vendos kështu, përgjigja bëhet e qartë. Valbona nuk kishte folur menjëherë. Kishte dëgjuar frymarrjen e saj, ajo frymarrje e thellë kur njeriu lëshon diçka të mbajtur gjatë. Pastaj kishte thënë: "Faleminderit Arian, faleminderit që ke mbetur." Organizimi kishte rifilluar me ritëm të plotë. Nëna e Arianit kishte marrë rolin e saj, listën e ftesave, cateringun, detajet e shumta që dasmën e bëjnë dasëm. Zonja Fatime kishte marrë rolin e saj, florali, veshjet, ceremonia. Dy nënat ishin takuar disa herë dhe kishte diçka të bukur në takimet e tyre. Dy gra që kishin njeriu lëshon diçka që ka mbajtur shtrënguar. Pastaj kishte thënë: "Ti je njeriu i parë që nuk më ka bërë të ndihem si barr." Ariani kishte thënë:
dhe ti je njeriu i parë që më ka bërë të kuptoj se durim nuk do të thotë dobësi. Organizimi i dasmës kishte rifilluar me energji të re, jo eufori artificiale, por ajo qetësi e vendimit marrë dhe i pranuar. Nëna e Arianit kishte marrë listën e vjetër të ftesave dhe kishte vazhduar pa koment shtesë. Drita konfirmoi cateringun. Zamira bëri detajet e fundit me floristin. Por kishte edhe gjëra të reja. Nëna e Valbonës, zonja Fatime, kishte shkuar tek nëna e Arianit. Vizite pa planifikuar, e thjesht. Kishin pirë kafe, kishin folur si dy nëna që do të bëheshin bashk. Kishte qenë akt pajtimi i heshtur, asnjëra nuk ishte folur për historinë, asnjëra nuk ishte hapur plaga, kishin folur për fëmijët, për dasmën, për kuzhinën, gjëra të vogla, gjëra që ndërtojnë. Babai i Arianit kishte thirrur babain e Valbonës, Nexhatin, dhe kishin shkuar bashk të pinin kafe. Dy burra të heshtur, dy baballar me barrën e tyre, kishin gjetur gjuhën e heshtur të burrave shqiptar. Cigare e ndar, kafe e pirë, kokë e tundur. Gjërat kishin filluar të rregulloheshin, jo si film ku çdo gjë kthehet perfekte, por si jeta e vërtet, ku gjërat rregullohen ngadalë, me punë dhe me vullnet. Ishte çasti i rëndësishëm kur Ariani dhe Valbona kishin vendosur të bënin diçka simbolike, diçka vetëm për ta, pa familje, pa formalitet. Kishin shkuar bashk në një park të qytetit, një pasdite të vonë, kur dielli binte anash dhe bënte hije të gjata mbi shtigjet. Kishin ecur ngadalë, pa nxitim. Valbona kishte folur për ëndrat e saj, jo ëndrat e mëdha, por ato të vogla. Donte të kishte kopsht, donte të mësonte të gatuante gjellë që nuk i dinte, donte të udhtonte të pakte një herë në vit edhe nëse ishte qyteti fqinj. Ariani kishte dëgjuar dhe kishte shtuar të tijat. Donte të kishte punëtori të vogël në shtëpi, ku të merrej me mekanik si hobi. Donte fëmijë, 2, ndoshta 3. Donte të kthehej çdo vit në Kosovë edhe nëse jetonte larg. Kishin folur për të ardhmen me atë liri që e jep vendimi i marr, liria e planifikimit, liria e ne si njësi. Ariani kishte ndalur të shikonte Valbonën për çast, me atë shikim jo romantik filmik, por të vërtet, atë lloj shikimi kur sheh njeriu jo si figurë, por si person. Kishte parë flokët e saj të lëvizshëm nga era, profilin e saj të qetë, mënyrën si fliste me duart pak të lëvizura. Kishte menduar, kjo është ajo që doja, jo perfeksionin, këtë. Por para dasmës kishte akoma provë të fundit, dhe kishte ardhur nga ku nuk e kishte pritur. Kishte qenë Kelmendi. Kishte dalë emri i tij sërish, jo si fantazmë largët, por si problem konkret. Dikush nga lagja, nuk u mësua kur kush, kishte gjetur Kelmendin dhe i kishte treguar se Valbona kishte bërë dasmën. Kelmendi, ky njeri pa kurfar nderi, kishte filluar të flasë, të tregonte historitë e tij, të zmadhonte dhe të shpiknte. Kishte arritur tek veshat e disa njerëzve dhe nëpërmjet tyre kishte ardhur edhe një ehone zbeh tek familja e Arianit. Kur Ariani kishte mësuar, kishte ndjerë zemrim të thellë, jo ndaj Valbonës, por ndaj asaj situate absurde, ku njeriu që kishte bërë dëmin kishte guxim të flasë edhe tani. Kishte thirrur Valbonën me njëherë. Ajo e kishte ditur, e kishte mësuar pak para tij. Kishte thënë, Arian, fal se të sjell këtë. Ai kishte thënë, nuk e faj për asgjë. Ai njeri ka zgjedhur të flasë, kjo tregon karakterin e tij, jo tëndin. Kishte qenë moment ku Ariani kishte kuptuar diçka thelbësor. Mbrojtja e Valbonës nuk ishte akt heroizmi, ishte e natyrshme. Kur do di kë, mbrojtja vjen pa e menduar 2 herë. Kishte folur me Daja Nxhevatin sërish. Daja kishte thënë, Arian, njeriu i tillë, ai Kelmendi, flet sepse ka turp të fshehur. Kush ka turpin e vet, e hedh mbi të tjerët, mos i jep fuqi duke e marrë seriozisht. Kishte thirrur edhe Grantin. Granti kishte thënë, mor let flas, njerëzit flasin 3 ditë, pastaj gjejnë gjë tjetër, dhe nëse gëzohet kur tjerët vuajnë, kjo tregon se ai është problemi, jo ju. Kishte pasur takim mes 2 familjeve, jo takim i planifikuar, por i nevojshëm. Kishte ardhur spontanisht kur nëna e Arianit kishte thirrur zonjën Fatime dhe kishte thënë, Fatime, dua të flasim hapur, si 2 nëna. Zonja Fatime kishte ardhur me babain e Valbonës. Kishin ulur të gjithë, 2 familjet, dhe kishin folur. Kishte qenë biseda e rëndë dhe e nevojshme njëkohësisht. Nëna e Arianit kishte thënë, unë s'ju fajsoj për asgjë, por dua të dim se jemi të gjithë në të njëjtën anë tani. Se çfarë di unë, e dini edhe ju, dhe çfarë dini ju, e di edhe unë. Pa sekrete mes familjeve. Zonja Fatime kishte thënë, ashtu është dhe ashtu do të jetë.
Vajza ime ka kaluar diçka të rëndë, por ajo ka mbijetuar dhe ka ardhur me zemër të pastër, dhe burri i saj, biri juaj, ka treguar se është njeri me karakter duke e pranuar me syt hapur, nuk kemi asgjë për të fshehur. Babai i Valbonës, Nexhati i heshtur, kishte thënë vetëm, ne i japim fjalën familjes Krasniqi, shpejt do t'jemi familje e vetme. Kishte qenë fjalia që kishte mbyllur atë kapitull, e thjesht, e fortë, e qëndrueshme. Ditët para dasmës kishin pasur ritmin e tyre të veçantë, ato ditë ku gjithçka lëviz shpejt dhe ngadalë njëkohësisht, ku njeriu ndihen se po hyn në kapitull të ri dhe kjo ndjesi ka shije të ëmbël dhe pak të trembur. Ariani kishte ardhur në Kosovë 10 ditë para dasmës. Kishte qenë periudha ku dy familjet kishin bashkëpunuar, ku nënat kishin gatuar bashk, baballarët kishin organizuar detajet logjistike, motrat kishin bërë listime dhe telefona. Eriola, motra e Valbonës, kishte bërë miqësi të natyrshme me Dritën. Dy gratë me karakter të fortë kishin gjetur gjuhë të përbashkët menjëherë. Ariani kishte pasur kohë edhe vetëm me Valbonën, shëtitje të shkurtra, kafe të pirë ngadalë, biseda pa nxitim. Ato ditë kishin qenë gjëja më e ëmbël, sepse ishin ditë pa presion, pa vendime të mëdha, pa sfida. Ishin ditë ku mund të ishin thjesht dy njerëz që gjenin kënaqësinë të qenit bashk. Kishin pasur edhe biseda serioze, për Gjermaninë, për planin. Valbona do të vinte pas dasmës, kishte dhënë njoftim une, kishte filluar procedurat e dokumentave, do të ndanin apartamentin e vogël të Arianit për fillim dhe pastaj do të shihnin. Nuk kishin plan të shtjelluar, por kishin drejtim. Ariani kishte thënë, do të jetë e vështirë fillimisht. Gjermania nuk është e lehtë. Gjuha, klima, distanca nga familja. Valbona kishte thënë, e di, por distanca nga familja e njeh dikush si unë, jam rritur me mall, e kam mbaruar atë shkollë. Kishte buzëqeshur, ajo buzëqeshje plot që Ariani e kishte parë herën e parë dhe kishte mbajtur mend. Nata para dasmës kishte pasur qetësinë e saj të veçantë. Ariani kishte fjetur sërish në dhomën e vjetër, posteri i futbollit, raftit me libra, perdhja bletike. Por kësaj radhe kishte fjetur, jo me gjumë të thellë, por me qetësi, pa val mendimesh, pa anks. Kishte menduar pak para se ta zinte gjumi. Sa vite kishte kaluar duke ndërtuar jetë, duke punuar, duke kursyer, duke duruar. Kishte menduar se ndërtimi ishte i jashtëm, parat, stabiliteti, siguria, por tani e kuptonte se ndërtimi i vërtet kishte qenë i brendshëm. Aftësia të duronte, të dyshonte, të luftonte dhe të dilte nga ana tjetër me vendim të qartë. Valbona, nga ana e saj, kishte kaluar natën e fundit me nënën e saj. Kishin qarë pak të dyja, jo nga trishtimi, por nga ato lot që vinë kur kapitulli mbaron dhe tjetri fillon. Zonja Fatime i kishte thënë vajzës, Valbon, ke kaluar shumë, e meriton lumturinë. Valbona kishte thënë, nën, po rritem sërish, kishte qenë fjalia e duhur. Dita e dasmës kishte ardhur si ditët e mëdha, me diell paksa të ftohtë, me ajër të pastër, me atë gjallëri që mbush hapësirat kur mblidhen njerëz me gëzim. Shtëpia e familjes Krasniqi kishte qenë plot. Familje, miq, fqinj. Muzika kishte filluar herët, nëna kishte bërë gjithçka 2 herë, gjërat e duhura dhe gjërat jo aq të duhura, siç bën nëna që ka shumë energji dhe pak kohë. Drita kishte organizuar çdo gjë si kolonele ustrie. Zamira kishte qëndruar dhe kishte qeshur shumë. Ariani kishte veshur kostumin, grita errët, shumë të thjeshtë, por të mirë, dhe kishte parë veten në pasqyrë. Kishte qenë moment i çuditshëm. Njeriu sheh veten dhe njeh njëkohësisht dhe nuk njeh. E njohur sepse është fytyra e vet, e pa njohur sepse mban peshën e vendimit të bërë, kapitulli të ri. Drita kishte hyrë dhe kishte parë. I e gati? Ai kishte thënë, po. Ajo kishte rregulluar kravatën e tij paksa, gjestur e motrës, e nënës paksa, dhe kishte thënë, rri drejt, dhe mos harro të shikosh te sytë e saj kur të vi. Valbona kishte arritur me makinë të familjes, e veshur me të bardhë të thjeshtë, me kuror të lehtë lulesh, me flokët e mbledhura me kujdes. Kishte zbritur ngadalë, me atë lëvizje të qeta që e karakterizonin. Ariani e kishte parë nga larg, ndërkohë që njerëzit rreth tij kishin bërë zhurmë dhe gëzim. Por ai kishte parë vetëm atë. Kishte menduar për çastin kur e kishte parë herë të parë,
me tabakun e kafes, me sytë e ulur, me atë gjysmë buzëqeshje rezervuese. Dhe tani e shihte një lloj, të njëjtin njeri, por tani me historinë e plot mes tyre. Kur kishin qëndruar ball për ball, sipas traditës, me familjet rreth tyre, me muzikën, me gëzimin, Ariani e kishte bërë siç i kishte thënë drita. Kishte parë te sytë e saj. Sytë e Valbonës kishin qenë të qartë, jo të qajtur, por me atë lagështi të lehtë që vjen kur ndjenja është e madhe dhe e vërtetë. Kishte pasur diçka aty brenda atyre syve. Njohje. Njohja e dikujt që ka parë veten të zbulohet dhe ka parë tjetrin ta pranoj. Kishte qenë çast i qetë mes gjithë zhurmës. Darka e dasmës kishte pasur atë lloj gëzimi të vërtetë, jo gëzimin e shfaqjes, por gëzimin e ngrohtë të njerëzve që janë të lumtur të jenë bashkë. Muzika kishte luajtur, njerëzit kishin vallëzuar, fëmijët e motrave kishin vrapuar rreth tryezave dhe askush nuk i kishte ndalur. Ariani kishte vallëzuar me nënën e tij, vallëzi vjetër, i ngadalt, atë lloj vallëzimi mes nënës dhe birit që nuk ka koreografi, por ka kuptim. Nëna e kishte mbajtur dorën fort dhe kishte thënë me zë shumë të ulët: "Jam krenare për ty bir, jo sepse u martove, por sepse ke treguar karakter." Kishte vallëzuar edhe me Valbonën, për herë të parë bashk, publikisht, me muzikë rreth tyre dhe njerëz duke parë. Valbona kishte vënë dorën mbi supën e tij me besim të qetë. Ai kishte mbajtur dorën e saj fort. Kishin qeshur pak kur hapi i parë i tij nuk kishte dalë si duhet. Valbona kishte thënë me zë të ulët: "Ki kujdes, ju mekanikët nuk jeni të famshëm për hapat e dansit." Ai kishte qeshur, i vërtet, i lirë. Vonë atë natë, kur gëzimi kishte filluar të qetësohej dhe njerëzit kishin filluar të largoheshin nga pak, Ariani dhe Valbona kishin gjetur çast të qëndruar ulur pak vetëm, jashtë në oborin me dritat e vogla, ndërkohë që brenda ende dëgjohej muzika e zbehur. Kishte qenë hera e parë gjatë asaj dite që kishin pasur heshtje mes tyre. Heshtje e re, e ndryshme nga ato heshtjet e para kur nuk e dinin njëri tjetrin. Kjo heshtje kishte peshë ndryshe, peshë e diturisë. Valbona kishte thënë: "Sot ka qenë dita më e bukur e jetës time, por di se ka qenë edhe e vështira." Ariani kishte thënë: "Jo, sot ka qenë e lehtë, e vështira ka qenë rruga këtu." Ajo kishte marrë dorën e tij pa fjalë. Kishte qëndruar kështu pak kohë, dy njerëz me historinë e plot mes tyre, me të gjitha dyshimet e kaluara, me të gjitha luftrat e brendshme, me të gjitha fjalët e njerëzve dhe presionin e familjeve, dhe tani ulur qetësisht, duke mbajtur duart. Muajt e parë të martesës kishin pasur atë karakterin e tyre. Nisja e jetës së re gjithmonë ka hollësi që planifikimi nuk i kap dot. Valbona kishte ardhur në Gjermani pasi ishin sistemuar dokumentet. Kishte qenë mbërritja e saj atje, me çantën e madhe dhe syt kurioz, duke parë qytetin gjerman si diçka njëkohësisht të largët dhe të afërt. Kishte kaluar periudhën e parë të adaptimit me durim. Gjermanishtja ishte sfidë. Kishte filluar kurset me zell, por gjua nuk mësohej shpejt. Klima kishte qenë sfidë. Ditët e shkurtra dimri, errësira e pasdites herët, ajri i lagësht. Malli për nënën kishte qenë sfidë, sidomos herëve kur diçka e mirë ndofte dhe kishte dashur t'ia tregonte direkt, jo me telefon. Por kishte adaptuar, me atë forcë të qetë që e kishte prej gjithmonë. Kishte gjetur punë si asistente administrative në një klinikë private. Nuk kishte qenë lehtë pa gjermanishten, por kishte gjetur vend ku pronari kishte qenë shqiptar dhe kishte pranuar ta merrte derisa të mësonte gjuhën. Kishte filluar të bënte miq me fqinjet, me kolegët, me gratë e emigrantëve të tjerë shqiptar. Ariani e kishte parë duke u rritur brenda asaj jete të re dhe kishte ndjerë diçka si admirim. Jo admirimi romantik i fillimit, por admirimi i thellë i dikujt që vëzhgon tjetrin duke u përballur me vështirësinë dhe duke mos u thyer. Kishte edhe çaste të vështira, siç ka gjithmonë kur dy njerëz fillojnë të jetojnë bashkë dhe mësojnë njëri tjetrin jo nëpërmjet telefonit, por nëpërmjet kuzhinës së vogël, banjës së ndarë dhe mbrëmjeve të lodhura. Kishte pasur mosmarrveshje, të vogla fillimisht, pastaj një herë e madhe. Kishin ngrindur, jo me dhunë, por me atë forcë të fjalës kur njeriu ndjen frustrim dhe nuk gjen rrugë tjetër. Kishte qenë grindja e parë e vërtet, ajo që të çiftet nuk shfaqet derisa nuk jeton bashkë me to. Kishte qenë për diçka. Ariani kishte menduar se Valbona kishte ndryshuar planet e tyre pa e pyetur. Valbona kishte menduar se Ariani i jepte punës shumë kohë dhe saj pak. Kishin dalë gjëra të thëna pa menduar, fjalë të cilat pastaj qëndrojnë si heshtje të rënda. Kishin heshtur njëri ndaj tjetrit 2 ditë të gjata, shumë të gjata, në një apartament të vogël.
Pastaj, Ariani kishte qenë ai që kishte thyer heshtjen, sepse kuptoi se 2 ditë heshtur ishte 2 ditë jetë humbur. Kishte thënë, Valbon, nuk dua të vazhdojmë kështu. Ajo kishte thënë, asun. Kishin folur, kishin zgjidhur, kishin mësuar diçka nga ajo grindje. Kishin mësuar se si komunikojnë, se ku janë kufijtë e njëri tjetrit, se çfarë fjalësh lënin shenjë. Pas asaj kishin qenë pak më mirë, jo sepse s'kishin grindje tjera, por sepse e dinin më mirë si I ka përcenin. Lajmi kishte ardhur pas 6 muajsh martesë. Valbona kishte mbetur shtatzën. Kishte qenë mëngjes, kishte bërë testin me dorë të dridhur dhe kishte dalë me rezultat në dorë dhe sy të lëndshëm. Kishte qëndruar në pragun e banjës dhe kishte parë Arianin që pinte kafe pa e vënë re. Kishte thënë, Arian, ai kishte kthyer kokën dhe kishte parë shprehjen e fytyrës së saj para se të shihte testin. Kishte ngritur. Kishte marrë testin, kishte lexuar dhe kishte qëndruar çast pa lëvizur. Pastaj, kishte marrë Valbonën me të dyja duart, jo me zhurmë, jo me bërtitje gëzimi filmik, por me atë lloj përqafimi të qetë, të thellë, kur njeriu e kupton se gjithçka ka kuptim tani. Kishte thënë me zë të ulët, do të jemi shumë mirë. Ajo kishte qëndruar me fytyrën mbështetur te gjoksi I tij dhe kishte thënë, e di. Kishte thirrur nënën e parë. Nëna kishte bërë atë zhurmë të nënave kur dëgjojnë lajmin e mirë, të lartë, gëzimtar, me lot brenda zërit. Kishte thënë, Zoti madh, Arian, Zoti e mëshiroft, kur, si, sa javë, do ta keni djalë apo vajzë? Ariani kishte qeshur, nën, sa po e mësuam, nuk di një gjë akoma. Nëna, nuk ka rëndësi, shëndet të ketë, shëndet. Pastaj kishte thirrur zonjën Fatime, nëna e Valbonës. Kjo kishte qenë thirrje e ndryshme. Kishte qenë ajo lloj komunikimi mes dy nënave që tashmë ishin bërë familje e njëjtë. Lot, falenderime, premtime se do të vinin shpejt. Valbona kishte parë burrin e saj duke telefonuar dhe duke parë si buzëqeshte, me atë buzëqeshje të vërtet, të lirë, dhe kishte menduar se kjo pamje ia vlente gjithçkaje. Fëmia kishte ardhur, djalë. Kishin vendosur ta quanin Besnik, emër me kuptim, emër I zgjedhur me kujdes. Besnik, sepse besimi kishte qenë gjëja e vetme që I kishte mbajtur. Kur Ariani e kishte parë për herë të parë fëmijën e tij në spital, I mbështjell, me sytë e mbyllur dhe dorëzat e vogla të shtrënguara, kishte ndjerë diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë. Nuk kishte fjalë gjermane apo shqipe që ta përshkruante saktësisht. Ishte diçka ndërmjet frikës dhe lumturisë dhe ndjenjës absolute se gjërat kanë peshë dhe kuptim. Kishte mbajtur djalin për herë të parë me kujdesin e dikujt që mban diçka të çmuar dhe të brisht. Kishte parë fytyrën e vogël dhe kishte parë, imagjinuar ndoshta, veçoritë të Valbonës dhe veçoritë të tij të shpërndara aty. Valbona kishte qenë e lodhur, shumë e lodhur, por kishte parë Arianin duke mbajtur besnikun dhe kishte buzëqeshur me atë buzëqeshje të gjerë, të lirë. Ishte çast I plot. Muajt pas lindjes kishin qenë të vështirë, si gjithmonë me fëmijë të parë. Netët e shkurtra, lodhja e grumbulluar, oraret e çrregullta. Kishte qenë periudha ku martesa testohet jo nga sfidat e mëdha, por nga grumbullimi I vogël I lodhjes dhe sfidës. Ariani kishte marrë rolin e vet pa ankesë. Kishte ngritur natën, kishte lëkundur besnikun, kishte bërë shishën e qumshtit, kishte lënë Valbonën të flinte kur mundej. Valbona kishte bërë një lloj, kishin ndarë pa kontratë, secili duke marrë sa mundej. Kishte pasur natë kur të dyja ishin ulur në kuzhinë në orën 3 të mëngjesit. Besniki sapo kishte fjetur. Ata të dy ishin ulur me sy gjysmë të mbyllur dhe kafe bosh para tyre, dhe pa pritur kishin qeshur. Qeshje pa arsye të madhe. Thjesht ajo absurditeti bukur I jetës. Kishin dashur familje dhe tani e kishin, dhe ishte e vështirë dhe e bukur njëkohësisht. Gjërat ishin rregulluar ngadalë. Besniki kishte rritur, çdo javë diçka e re, çdo muaj kapërcim I ri. Valbona kishte vazhduar punën, kishte mësuar gjermanishten mirë, kishte bërë miq të vërtet. Ariani kishte marrë promovim, pozicion menaxherial I vogël, por me rëndësi, dhe Herr Brenner kishte thënë, Krasniqi, ti ke ardhur larg. Kishte qenë kompliment gjerman, I shkurtër, I rrept, I sinqert. Kishin kaluar nga apartamenti I vogël në diçka pak më të madhe, jo shtëpi e ëndrave, por shtëpi e vërtet, me dhomë për besnikun
me kopsht të vogël që Valbona kishte mbushur me lule. Kishte ardhur momenti kur Kelmendi kishte dalë sërisht, jo fizikisht, por nëpërmjet mediave sociale. Kishte parë fotografi të dasmës të Valbonës, dikush e kishte postuar dhe kishte arritur tek ai nëpërmjet rrjetit. Kishte lënë koment, diçka të ulët, karakteristike për personin e tij. Valbona e kishte parë dhe kishte ndjerë, jo dhimbje të vjetër, por diçka si neveri e qetë. Ishte njeriu që e kishte shkatruar dikur, dhe tani ishte komenti absurd i dikujt të parëndësishëm. Kishte treguar Arianit. Ai kishte lexuar komentin dhe kishte thënë: "Dua ta bllokosh dhe të shkosh me besnikun të ecësh pak." Kaq. Kishin bllokuar, kishin ecur, kishin harruar. Kishte qenë ky ndryshimi i vërtet. Jo fakti se Kelmendi nuk ekzistonte, por fakti se tani kishte pesh zero. Kishte qenë dikur hije e madhe, tani ishte hi. Valbona i kishte treguar Arianit një herë, vonë natën, pasi besniki kishte fjetur dhe ishin ulur të dy në dhomën e ndenjës, se çfarë kishte kuptuar nga gjithçka kishin kaluar. Kishte thënë: "Arian, kam menduar shumë për gjithçka, për Kelmendin, për heshtjen time me ty, për frikën time, dhe kam kuptuar diçka. Unë nuk kam pasur frikë nga vetja ime, frikë se nëse tregoja, do të kuptoja se kur nuk mund ta lija pas, por e vërteta është se lënja pas nuk do të thot harresa, do të thot mos lejim që e kaluara të vendos për të ardhmen." Kishte bërë pauzë dhe kishte vazhduar. "Dhe ti ke bërë diçka që nuk e prisja. Ke luftuar me dyshimet, ke pasur momentet e tua të errta dhe ke dal nga ana tjetër jo sepse isha e pagabueshme, por sepse ke vendosur se dashuria meriton luftë, dhe kjo gjë nuk e harroj." Ariani kishte dëgjuar dhe kishte thënë: "Edhe unë kam kuptuar diçka. Kam kuptuar se njeriu kur nuk është i sigurt nëse bën zgjedhjen e dur derisa e bën, dhe kur e bën dhe sheh çfarë ndërtoi, atëherë e di." Kishin kaluar vite. Jo shumë, mjaftueshëm. Besniki kishte filluar të eci, pastaj të flasi, pastaj kishte filluar çerdhen. Kishte qenë fëmijë me sy të mëdhenj dhe karakter kurioz, i ngjante Valbonës në qetësi dhe Arianit në kokfortësi të butë. Kishin kthyer çdo verë në Kosovë, siç kishte premtuar Ariani me veten e tij. Nëna e Arianit e priste besnikun me dashurinë absolute, që kombe mbajnë vetëm për nipat dhe mbesat. Zonja Fatime e mbante besnikun dhe qante pak nga gëzimi çdo herë. Dy familjet ishin bërë një, jo pa vështirësi, por me dashuri të punuar. Ariani kishte parë nënën e tij dhe zonjën Fatime duke qëndruar bashk kur ktheheshin, duke folur, duke parë besnikun, duke qeshur. Kishte menduar: kjo ishte gjëja e duhur. Familja e madhe, e bërë jo nga gjaku vetëm, por nga vendimi dhe dashuria. Kishte ardhur edhe ditë kur Drita kishte thënë me humor: "Arian, e di që unë isha kundër fillimisht. E di, por të them diçka, Valbona është nusja e duhur për ty, dhe nëse nuk do ta kisha dyshuar, ti ndoshta nuk do ta kishe vlerësuar mjaftueshëm. Kështu që falenderoni mua." Kishin qeshur të gjithë, Ariani, Valbona dhe Drita, me atë qeshje të lirë të familjes. Valbona kishte thënë: "Drita, je grua me karakter, besniku do të ketë nevojë për hallën tënde." Drita kishte thënë: "Sigurisht, atë punë e di." Kishte ardhur edhe ditë kur Ariani kishte qëndruar vetëm, Valbona ishte me punë, besniki ishte të çerdhen dhe kishte patur çast reflektimi. Kishte menduar rrugën e gjatë, ata vite në fabrika gjermane, ato net të ftohta duke kursyer, ato orë duke fjetur vetëm, pastaj thirrja e nënës, pastaj zëri i Valbonës për herë të parë, pastaj historia, dyshimi, lufta, pastaj vendimi. Kishte menduar, sikur të mos kishte ardhur, sikur të kishte marrë telefonin e Dritës dhe të kishte vendosur, jo shumë komplikuar, sikur të kishte zgjedhur rrugën e lehtë. Dhe pastaj nuk do të kishte pasur Valbonën, nuk do të kishte pasur besnikun, nuk do të kishte pasur atë mbrëmje të vonë në kuzhinë, atë qeshje absurde të orës 3 të mëngjesit, atë kopshtin e vogël me lule. Kishte kuptuar diçka me plotësi. Rruga e drejtë dhe rruga e lehtë rrallë janë në njëjta rrugë, dhe çdo gjë e vërtet kërkon punë, kërkon durim, kërkon guximin të qëndrosh kur gjithçka thot të largohesh. Kishte një mbrëmje e zakonshme si shumë të tjera, kur Ariani dhe Valbona ishin ulur në balkonin e vogël të apartamentit të tyre. Besniku kishte fjetur herët. Qyteti? Gjerman poshtyre bënte zhurmën e vet të matur, dhe ata dy kishin qëndruar me çaj të ngrohtë në duar
dhe heshtje të rehatshme mes tyre. Valbona kishte thënë papritur. Ndonjëherë mendoj për atë periudhë, kur ti kishe heshtur dhe nuk kisha fjalë si t'ja shpjegoja vetes çfarë po ndodhte. Ato ditë ishin shumë të vështira. Ariani kishte thënë, edhe mia ishin. Ajo kishte vazhduar, por tani, kur i shoh prapa, kuptoi se ishin të nevojshme. Jo vuajtja. Vuajtja nuk është kurrë e nevojshme si qëllim në vetvete, por ajo periudhë na ka bërë të kuptojmë se çfarë kishim dhe se çfarë vlente ta ruanim. Ariani kishte pirë çajin dhe kishte thënë, je bërë filozofe. Ajo kishte qeshur. Jeta mëson, nëse dëgjon. Kishin qëndruar kështu akoma pak, me qytetin nën ta dhe qiellin mbi ta, me besnikun brenda duke fjetur, me historinë e tyre të plot prapa shpinës, e rënd dhe e bukur njëkohësisht, si gjithçka e vërtet. Kishin pasur vizitor një herë. Granti kishte ardhur në Gjermani me gruan e tij, vizitë e parë jashtë vendit. Kishin qëndruar disa ditë tek Ariani dhe Valbona. Kishte qenë gëzim i vërtet, Granti i njohur, me atë humor të tij të tokës, i cili kishte marrë menjëherë besnikun në krah dhe kishte filluar t'i tregonte histori shqipe. Një mbrëmje, kur gratë kishin qenë duke folur vet dhe fëmijët kishin fjetur, Ariani dhe Granti kishin qëndruar në kuzhinë me nga një birë. Granti kishte thënë, Arian, të kujtohet kur më ke telefonuar atë natë të parë, i trembur si lepuri. Ariani kishte qeshur, nuk isha i trembur. Granti, ishe i trembur, por ke bërë gjën e duhur, dhe e di çfarë tregon kjo? Tregon se guximi nuk do të thotë të mos kesh frikë, do të thotë të veprosh edhe kur ke frikë. Ariani kishte thënë, kur u bëre ti filozofe? Granti kishte thënë, kam parë shumë dasma dhe shumë divorce. Mëson. Kishin qeshur dhe kishin pirë birrën ngadalë, si dy miq të vjetër që nuk kanë nevojë për shumë fjalë. Kishte ardhur ditë, besniki kishte qenë 3 vjeç, kur kishte pyetur, baba, pse jeni larg nënës Fatimes? Kishte qenë pyetja e thjeshtë e fëmijës, ajo pyetje pa filtër që prek të vërtetën direkt. Ariani kishte ulur dhe kishte thënë, sepse kemi ardhur të punojmë këtu, të ndërtojmë, por shohim në Fatime çdo verë, di? Besniki kishte thënë, po, por unë dua çdo ditë. Kishte qenë fjali e fëmijës, e thjesht, absolute, e drejtë, dhe Ariani kishte ndjerë diçka. Ai malli vjetër i njohur, ai malli i emigrantit që nuk shuhet por mësohet të mbahet. Kishte thënë, edhe unë besnik, edhe unë, dhe kishte qenë e vërteta. Valbona kishte njëherë folur me motrën e saj Eriolën nëpërmjet videothirrjes, bisede gjatë, si ato bisedat e motrave kur kanë shumë për të treguar dhe pak kohë për të ndrirë larg. Eriola kishte pasur fëmijë të saj tani, kishte ndërtuar shtëpi, kishte jetën e vet të plot. Kishin folur edhe për të kaluarën, për kelmendin, për ato muaj të vështirë, për mënyrën si Valbona kishte ngritur. Eriola kishte thënë, e di ç'të them? Ai njeri i keq i ka ndodhur diçka e keqe. Jeta i ka kthyer shpinën. Nuk di detaje dhe as nuk dua t'i di, por u hap xhepi i tij dhe mbeti vetëm. Valbona kishte thënë, nuk më gëzon kjo. Nuk dua të gëzohem nga vuajtja askujt. Eriola kishte thënë, e di. Kjo tregon se ti je ti, dhe ai është ai, dhe ja ku jeni. Kishte qenë mbyllja e fundit e një kapitulli që nuk kishte nevojë për asgjë tjetër. Kishte ardhur natë kur Ariani nuk kishte mundur të flinte, jo nga ankth, por nga mendimi i qetë. Kishte ngritur dhe kishte shkuar në kuzhinë. Kishte bërë çaj, kishte qëndruar ulur në errësirë me vetëm dritën e vogël të oxhakut elektrik. Kishte menduar rrugën e gjithë jetës, nga fëmiria në Kosovë, kalimi i kufirit me shpresë dhe frikë, vitet gjermane të sakrifikës, telefonatat me nënën çdo të diel, thirrja e parë me Valbonën, takimi, historia, lufta e brendshme, vendimi. Kishte menduar se njeriu beson se jetën e ndërtojnë rrethanat, ku linde, çfarë ndodhi, çfarë mësove. Por kishte kuptuar se jeta ndërtohej nga vendimet e vogla, vendimi të durosh kur doje të ikte, vendimi të pyesje kur doje të heshje, vendimi të qëndroje kur doje të largoheshe. Kishte dëgjuar hapat e Valbonës. Ajo kishte ngritur dhe kishte ardhur në kuzhinë me sytë e gjumit dhe flokët e çrregullt. Kishte thënë, çfarë ke? Ai kishte thënë, asgjë. Mendova. Ajo kishte ulur pranë tij. Çfarë mendove? Kishte thënë, mendova se jam i lumtur. Kishte qenë fjali e thjeshtë, fare e thjeshtë, por kishte qenë fjalia më e vërtet që kishte thënë ndonjëherë.
Valbona kishte mbajtur dorën e tij mbi tryezë dhe kishin qëndruar kështu në kuzhinën e errët, me çajin e ftohtuar para tyre dhe botën jashtëdritares të palëvizshme. Kishte ardhur edhe koha kur fëmia kishte filluar shkollën gjermane. Ditë e madhe, emocionuese dhe pak e trisht si të gjitha fillesat. Besniki kishte veshur çantën e re dhe kishte qëndruar në pragun e shkollës me atë shprehje të fëmijëve kur janë të guximshëm dhe të friksuar njëkohësisht. Valbona kishte qarë paksa. Ato lotë si nënat e njohin, lot gëzimi dhe malli njëkohësisht. Ariani kishte qëndruar pranë saj dhe kishte mbajtur shpatullën e saj. Kishin ecur prapa së bashku, vetëm ata dy, pa fëmijë për herën e parë gjatë atyre viteve. Kishin ecur ngadalë, pa nxitim. Valbona kishte thënë, koha kalon shpejt. Ariani kishte thënë, po, por ka vendosur mirë. Kishin qëndruar pak në sheshin e vogël pranë shkollës, me diellin e mëngjesit mbi ta. Disa herë jeta të jep gjërat e vërteta jo si dhuratat paketuara bukur, por si gjërat të gjetura në rrugë të vështirë, të këputura pak, të gërvishtura, por të forta brende. Ariani kishte ikur nga Kosova me qantë dhe premtim. Kishte ndërtuar vite në tokë të huaj, me durim, me sakrifica, me atë lloj kokfortësie të qetë që nuk bëhet zhurmë, por bën punë. Kishte ardhur me ëndra martese dhe kishte gjetur diçka më të ndërlikuar se ëndra. Kishte gjetur jetën e vërtet, me kompleksitetin e saj, me historinë e saj, me dhimbjet dhe dyshimet dhe vendimet e vështira. Kishte mësuar se dashuria nuk është gëzimi i lehtë i fillimit, është vendimi të qëndrosh kur gjithçka thot largohesh, është guximi të pyesësh kur ke frikë nga përgjigja, është aftësia të shikosh njeriun para teje, jo idenë e tij, por njeriun e vërtet me historinë e tij, dhe të thuash po, me ty. Valbona kishte kaluar vitet e saj në përzjarr dhe kishte mbijetuar. Kishte mbajtur plagën e saj me dinjitet, kishte ndërtuar veten sërish me durim, kishte hapur zemrën edhe kur frika e tregonte të mos hapej. Kishte gabuar kur kishte heshtur, por kishte guxuar kur kishte folur, dhe guximi i fjalës kur frika është e madhe, është ndoshta forma më e lartë e besimit. Familja, dy familjet, kishte luajtur rolin e saj, ndonjëherë si mbështetje, ndonjëherë si presion, ndonjëherë si pengesë, ndonjëherë si forcë, sepse familja shqiptare është e gjitha këto gjëra njëkohësisht, e bukur dhe e rëndë, e ngrohtë dhe ngurtë, e dashurishme dhe të kërkuesme. Dhe Ariani kishte mësuar të merrte nga familja dashurinë dhe t'i linte vendimet e tij të tijat. Besniki kishte lindur, emër me kuptim, dëshmi e gjallë se mbi historinë e vështirë mund të ndërtohet diçka e bukur. Dhe ata të dy, Ariani dhe Valbona, kishin kuptuar se martesa nuk është stacioni fundor i historisë, është fillimi i historisë së vërtet, asaj që shkruhet çdo ditë me gjeste të vogla, me fjalë të kujdesshme, me zgjedhjen e vazhdueshme të njëri tjetrit pavarësisht lodhjes. Kishte pasur momente kur kishte qenë e vështirë. Kishte pasur momente kur dyshimi kishte hyrë si ajri në nder. Kishte pasur momente kur lagja kishte folur dhe presioni kishte qenë real. Por kishte pasur edhe ato momente të qeta, kuzhina e errët me çaj, balkoni i mbrëmjes, duart e mbajtura mbi tryezë, dhe ato momente kishin qenë shtyllat. Sepse në fund, të gjitha tregimet e mëdha njerëzore janë të njëjta në bërtham. Dy njerëz që zgjedhin të ecin bashk në për terrenin e vështirë të jetës, jo sepse është e lehtë, por sepse besojnë se ja vlen. Dhe ky tregim ishte i tillë, i vërtet, i vështirë, i bukur, si jeta vet. Nëse kjo histori ju ka prekur, shkruani në komente. Çfarë do të kishit bërë ju në vendin e Arianit? Do ta kishit falur heshtjen apo do ta kishit larguar? Mendimi juaj ka vlerë, dhe ndoshta dikujt tjetër i ndihmon ta gjejë rrugën e vet.